Pas zbatimit të plot në Shëngjin dhe rezultateve pozitive gjatë sezonit veror, ku sasia mbetjeve rrit të ndjeshëm, modeli i ri i menaxhimit të mbetërinave poshtë 30 në zonë Ish Leshës, bëhet fjalë për mbledhjen e mbetjeve përmes qesëve të vendosura në pikat e përcaktuara pranë banesave dhe bizneseve. Banorët kanë reaguar pozitivisht në kësaj mënyre, duke konsideruar një hap të rëndësishëm drejt një mjedisi më të pastër. Zbatimi me sukses i modelit në Shëngjin ka nxitur bashkinë të planifikojë zgjerimin e tij të gjitha lagjet e qytetit dhe njësitë administrative. Sipas planit, deri në verën e ardhshme ky sistem pritet të shtrirë në çdo zonë. Referuar eksperiencës suksesshme, mbledhjes mbetjen në rrugë kryesore, zonës turistike, Shëngjinit, Kunës dhe Ranës Hetun. Me qesë të zeza, Bashkia Lezhë ka ndërmarrë nismën për ta shtrirë këtë projekt pilot edhe në zonën Ish Lezhës. Qëllimi është që ky model efikas i menaxhimit të mbetjeve të zgjerohet në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Procesi i mbledhjes realizohet sipas zonave, ditëve dhe orarëve të përcaktuara nga bashkia, ndërsa janë njoftuar gjithë banorët dhe subjektet për zbatimin e këtij projekti. Së shpejti, nisma do të shtrihet edhe në zonën Ish Shëngjinit, duke u zhvilluar në të gjithë territorin e bashkisë. Në të njëjtën kohë, jemi në fazën përfundimtare të projektit me GIS për ndërtimin e një qendre multifunksionale të menaxhimit të mbetjeve, që do të krijojë infrastrukturën e nevojshme për ndarjen në burim, sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ky projekt do të ulë ndjeshëm sasinë e mbetjeve që do shkojnë në landfill. Do të reduktojë koston e trajtimit, si dhe do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit, rritjen e ndërgjegjësimit dhe riciklimin, përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Bashkisë Lezhë. Bashkia Lezhës mendon se procesi do sjellë një pamje të përmirësuar të mjedisit, si dhe një menaxhim efikas të mbetjeve në bashkëpunim me qendrën e riciklimit, pritet të reduktohet ndjeshëm dhe sasia e mbetjeve që përfundon në venddepozitimin final.